Të dashur teleshikuesë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, jemi sot në të qenë e Baba Recepit në një ditë të bekuar, dita e re Nevruz, dita që sjell pranverën, është dita Sultan Nevruzit, është një festë karakteristike e besimit Bektashi, e cila kremton ardhjen e pranverës, por njëkohësisht edhe lindjen e Imam Aliut. Ardhja e pranverës është koincidencë që bie pikërisht në këtë datë, në 22 mars, 23 mars, kur afrohet dhe ekuinoksi pranveror. E në këtë mes, sipas besimit Bektashi, kremtohet dita e shënuar e Nevruzit. Kjo traditë ka ardhur nga lindja e mesme, nga Persia, dhe ka kaluar pasaj në traditën shqiptare. Kjo është një nga festat kryesore të besimit Bektashi, së bashku me ditën e Ashurës, dita e pranverës apo dita e Nevruzit, vjen me dy gëzime, me gëzimin e ndrimit të motit, por dhe me kremtimin e Imam Aliut, që është imami besimi kryesorit të cilit bashkohet edhe tek feja bektashiane. Si asnjëherë tjetër, këtu në ambientet e të qesë Baba Recepit, shohim mjaft njerëz të moshuar, të rritur, por edhe fëmijë, që është vështirë sa të gjesh vend për të ulur, sepse tregon se të gjithë njerëzit duan ta kremtojnë këtë festë që na largon nga ky dimër i madh që kaluam, na sjell pranverën dhe begatin dhe bekimin e Imam Aliut. Ne do të vazhdojmë emisionin tonë edhe me intervista me të pranishmit edhe drejtuesit e të qesë, Baba Alido Pashajn, edhe të gjithë besimtarët e tjerë të cilët do të intervistojnë. Gëzuar pra këtë festë. Mirëmbrëma. Mashallah, është mbushur të qeja ashtu si që na i do zemra babait edhe neve të gjithë të dashurve të saj. Të nderuar misafirë, i nderuari udhëheqësi dhe mëshidi tonë, Baba Ali tonë, të nderuar myhypë, besimtarë dhe dashamir bektashan. Mirë se na erdhët sot në këtë të qetë të bukur të Baba Recepit, që ta festojmë ditën e Sultan Nevruzit. Dita e Sultan Nevruzit është ditëlindja e të madhit Ali. I madhi Ali ishte një ndër njerëzit më të parë që ka bërë çmos në fenë muslimane. Ai ishte buri i parë që u bë musliman. Ai ishte krau i djathtë i profitit. Kur kishte nevojë, ai shkojti në shtratin e profitit që e ziti edhe njerëzit e keq, që deshin t'i bëjnë dëm profitit, ai nuk i la. Imam Aliu është një shembull i madh që i ka dhënë botës, jo vetëm neve, po gjithë dietarët e kanë thënë atë. Ai ka qenë një burr i fuqishëm, ai ka qenë një burr i mençëm, ai ka qenë një burr që ishte me të vërtet nga familja e profitit. Ai ishte bashkëshorti i Hazret Fatimes. Ai ishte i jati i Imam Hasanit edhe Imam Husenit. Çdo gjë që na mësonte ai, thoshte duhet të bëni ato gjëra që janë të mira, t'i bashkoni popullin e të duani njëri tjetrin. Neve bektashanët këtë ditë e festojmë me madhështi të madhe, se si që thamë, i madhi Ali ishte i biri i Libetit, edhe ne bektashan jemi të Libeti. Prandaj, edhe njerë u faleminderoj që erdhët këtu ta festojmë këtë ditëlindje të bukur.
Faleminderit juve edhe gjithë të dashurve tuaj. Zoti ju bekoft. Mirëmbrëma i nderuar Mëshidvin Baba Eliton Pashaj, mirëmbrëma zonja dhe zotërinj, miq të nderuar klerik dhe mirë se erdhët në teqenin e Baba Rexhepit për të premtuar së bashku ditën e Sultan Nevruzit. Faleminderit Romano Bar and Grill për sponsorizimin e darkës, dhe në gjitha faleminderit për pjesëmarrjen dhe kontributin tuaj në çdo festë të organizuar të Baba Rexhepit. Në këtë mbrëmje kemi të pranishëm të ftuar që nuk janë pjesë e komunitetit shqiptar dhe më lejoni t'ju uroj mirëseardhje në anglisht. Good evening to you all and welcome in our Teqe of Baba Rexhep to celebrate the holiday of Sultan Nevruz. Thank you Baba Eliton for your leadership and guidance. Thank you Mr. Munir Nazifi and the board. And most importantly, thank you the sponsor Romano Grill. Thank you for the volunteers and thank you for all of our guests tonight for their time and their contribution. As in other celebrations, we have a few guests that we'd like to mention their names. We have representatives from the Albanian Orthodox Church, Arnold Mengri and Alexander Kume, Mondi Rakaj, drejtor i Vatros USA, Renis Mushaj, he's a lawyer, a candidate for the state of Michigan. Thank you for being here with us. Nderuar kryetari i Këshillit, të nderuar anëtar, muhiban, motra dhe vëllezër, të nderuar bashkëdhetar, të ju të pranishëm, klerik, miq të ftuar dhe ju të dashur voglush, mirë se keni ardhur në teqen e Baba Rexhepit. Në këtë teqe, amanet nga të parët tanë, por si gjithmonë zbukurimi i kësaj teqe jeni juve, besimtarët. Faleminderit që ndodheni sot këtu dhe që keni vendosur të përkushtoni kohën tuaj për të përkujtuar këtë ditëlindje të madhe. Të mbledhur këtu në këtë vatër të shenjtë, në teqen e parë bektashiane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të kremtuar një ditë të bekuar, plot dritë, festën e madhe e Nevruzit, e cila për ne mban një domethënie të veçantë, pasi lidhet dhe me ditëlindjen e Imamit Ali, paqja qoftë mbi të. Simboli i drejtësisë, urtësisë dhe dashurisë hyjnore. Nevruzi është festa e rilindjes, e ringjalljes së natyrës dhe shpresës. Është momenti kur errësira largohet dhe drita fillon të mbizotrojë, ashtu si në zemrat tona duhet të mbizotrojë drita e besimit, e dashurisë dhe unitetit. Në traditën tonë bektashiane, kjo ditë na kujton se çdo njeri ka mundësi të rilindë shpirtërisht, të pastrojë zemrën dhe të afrohet më pranë të vërtetës. Në këtë ditë të shenjtë, kujtojmë me përulësi dhe respekt figurën e madhe të Imam Aliut, të Baba Rexhepit, të Baba Bajramit, të Dervish Lutos, të Dervish Jusufit dhe të Baba Arshiut, të cilët në përkushtimin e tyre na treguan se në pamjen e tyre na kujtonin Zotin. E njëjta gjë edhe sot kur neve kujtojmë Imam Aliun, kujtojmë profetin ton Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, kujtojmë imamët e 12 dhe duke parë ata, neve gjithmonë kujtojmë Zotin e madhëruar. Imam Aliu është shembull për të gjithë ne, sidomos në kohën e sotme kur bota ka nevojë më shumë se kurrë për paqe, mirëkuptim dhe bashkim. Të dashur të pranishëm, të jetosh në mërgim është një sfidë, por dhe një përgjegjësi e madhe. Ne jemi larg atdhëut tonë të dashur Shqipërisë, por kur nuk jemi larg rrënjëve tona, traditave tona dhe besimit tonë. Kjo teqe nuk është vetëm një vend adhurimi, është një shtëpi shpirtërore, një url që lidh zemrat tona me njëri tjetrin dhe me atdhëun tonë, Shqipërinë. Komuniteti ynë në diasporë ka një rol të jashtëzakonshëm. Te këtë, kjo teqe ka treguar për më se 70 vjet. Ne jemi bartës të kulturës dhe të vlerave tona, ne kemi detyrim t'i ruajmë, t'u apërsjellim brezave të rinj, këtyre voglushve që janë e ardhmja jonë këtu. Dhe unë dua të falenderoj gjithë ato familje
që sot kanë marrë fëmijët e tyre, niprit e tyre, mbesët e tyre dhe i kanë sjellë këtu në Teqe. Ashtu, sikurse të parët tanë, prindrit tanë, byshrit tanë bërën me neve. Ja mësojmë atyre derën e Teqes. Ja mësojmë atyre edhe ato vlerat e besimit tonë, të kulturës, të mos i lëmë ata që të ngelen e errësirë dhe të kërkojnë zgjidhje të tjera për të gjetur preje shpirtërore. Le t'i mësojmë ata me dashuri, me respekt dhe me krenari për identitetin ton kombëtar dhe fetar. Sot më shumë se kur kemi nevojë për unitet, duke ditur se ç'po ndodh dhe sepse si njerëzit, dhe sidomos njerëzit që janë në mërgim, sulmohen dhe trajtohen me përbuzje. Duhet kuptojmë dhe të kujtojmë diçka se neve kemi vetëm njëri tjetrin dhe askën tjetër. Le të qëndrojmë pra njëri tjetrit, të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të nderojmë, të ndërtojmë një komunitet të fortë, të bashkuar, të respektuar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendi ku jetojmë dhe punojmë me dinjitet. Vëllezër dhe motra, le të ngrënduar në këtë det të shenjtë, të lutemi së bashku dhe të bekojmë këtë mbrëmje. Let's pray together. O Zoti i Madhërisëm, bekoje këtë ditë të shenjtë, këtë tubimin tonë. Sill paqe, dashuri dhe mirësi në zemrat tona. Bekoj këtë sofër që kemi përgatitur dhe bëj atë burim begatije dhe mirësie për të gjithë. Bekoj adeun tonë në Shqipërinë dhe shqiptarët, jepi paqe, përparim dhe unitet. Bekoj të gjithë ata që janë këtu në të sallë, të gjithë ata që na ndjekin anë kënd botës, ruaj besimtarët dhe shqiptarët nga çdo e keqe. O i madhi Zot. Bekoj vendin ku jetojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duroj paqe dhe drejtësi për të gjithë njerëzimin. Udhëzoj komunitetin tonë në rrugën e drejtë dhe mbroje nga çdo e keqe. Jepu të gjithë atyre që janë këtu përparësi, begati, jetë gjatë, fatbarësi, lumturi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Fatiha. Gëzuar Sultan Novruzin me paqe, dashuri dhe bekim për të gjithë juve. Faleminderit që jeni këtu. Zoti i Madh uroj juve, familjet tuaja, të keni bekimet e shëntorëve, të Parexhepit dhe të gjithë atyre që dedikuan jetën për këtë komunitet dhe për këtë Teqe. Faleminderit. Me mbrëma, motra dhe vëllezër të besimit bekashan, gëzuar festën e Sultan Novruzit. Me mbrëma, baba, faleminderit për festën, i nderuar kryetari i Këshillit Teqes Bekashane, nderuar përfaqësues të Kishës Ortodokse. Dear Chief, thank you for coming and joining our beautiful community here in Taylor, Michigan. Vi urojmë edhe renisit fitore në këtë garë që nuk është e thjeshtë. Ne kemi 3 kandidat, possibly 4, jo se dhe Gjani ditë mushet me një deri maybe. Kemi 3 kandidat që po garojnë, është mirë me pas përfaqësues të komunitetit shqiptar që na nderojnë. Faktikisht jemi një komunitet aq i madh dhe jemi në përfaqësim në nivelin e shtetit gati krejt pak. Pra ne kemi 3 kandidat që kishëm lutë me dalë me votu, jo se ta nuk jo kujtojnë, por po ja u rikujtojmë. Renis Nushaj, Suzana Shkreli dhe Robert Dëlgjuraj. I dashur baba, ke përshëndetje më të përzemërta nga kryetari i Vatrës Emy Berishaj, të përshëndet nga shteti i Kosovës që ai ndodhet për disa ngjarje të tija personale. Ju falenderoj për festën, uroj t'ja kaloni sa më mirë, edhe një gjatë vogël. Jeni me fat që keni këtë baba kaq të ri. Punon atë shumë herë marrë. Shumë herë marrë telefon ku jemi, baba. Jam në Kanada, po organizojmë atje të bëjmë të çë tjetër. Tani jam në Australi, po organizojmë tam po ti ban punë si me kanë kryer gjysh. Jo një baba një teçë ashtu. Por ne falenderoj për punën tuaj pafund. Zoti ju bekoj. Gëzuar festën e Sultan Novruzit. Mirëmbrëma dhe gëzuar festën. Mua më quaj Renis Nushaj, edhe kam ardhur këtu me ftesën personale të babait. Dhe babai, unë do bëj gjithashtu një kompliment për babain gjithë komunitetit. Babai kur e bëri ftesën e bëri në mënyrë interesante. Mori telefonin dhe unë nuk e kisha ruajtur numrin me thënë drejtën. Edhe më thjesht më erdhi një numër që nuk e njihja dhe
u përgjigja, babai pa e prezantuar veten tha, e dia që do i përgjigjesh telefonatës. Thash, shiko, unë jam avokatët gjithmonë mundohen të evitojnë telefonatat. Tha, e dia që do i përgjigjesh telefonatës sepse ti je në fushatë elektorale. Dhe ju tha mezi prisni që t'i vinë telefonata dhe kishte drejt. Kështu që unë nuk të evitoja kurrë telefonat përkundrazi, kështu që faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën dhe faleminderit që më mbritët sot këtu ke juve. Unë kisha, si që thash dhe babai sot, kisha mbase pak të 20 vjet pa ardhur këtu sepse herë kur kam qenë fillim fare në TQ Baba, kam qenë këtu kur isha akoma student. Edhe kishim mbase pak më shumë kohë në duar. Edhe gjatë gjithë kësaj kohe pastaj nuk kam pasur mundësi të them, por është një kënaqësi të them këtu. Edhe është kënaqësi që të jem këtu profesorin e Novruzit. Familja ime është familje Bektashani gjithashtu. Edhe unë kisha një gjyshi që kisha emrin Dervish. Edhe i gjyshim që vjen nga gjitha zonë që vjen dhe babai, shkonin gjithmonë për festën e Novruzit, shkonin gjithmonë familjen e tij. Shkonin në Vlorë, e kishin shtëpi ke kinoteatri baba. Edhe kur shkonim atje neve na jepnin gjithmonë neve fëmijëve dhe arsyeja si na sillnin brenda ishte për me punën e mbëlsuarve, na jepnin dy gjëra. Gjëja e parë që na jepnin ishte sutjash. Edhe dyta që na jepnin ishte kapuni. Që dhe babai i njeh mirë atë. Tani po duke qenë se sot na i ka bërë ëmbëlsira duke na e ka bërë gramozi, ata nuk na kanë bërë as kapuni as sutjash baba duket. Kemi sutjash, okay, mbaroj. Atëherë unë juroj dhe ta kthej pak në anglisht për 2 minuta, po juroj gjithë të gëzuar festën. Juroj gjithë komuniteti sukses dhe vit mbar. Kjo është festë e rëndësishme për gjithë neve sepse është tamam ashtu si sa babai, fillimi i pranverës, fillimi i vitit, rinimi i gjithçkaje. We are living in extraordinary times in this country. And as Albanians, we recognize extraordinary times when we see them. Because we've lived extraordinary times for decades and centuries. And the only way to meet extraordinary times is to do extraordinary things. And to me, what is extraordinary about this community is the return to basic principles. And basic principles are exactly this, what I see here, which is sitting together, joining effort, and accomplishing the things that we need to accomplish going forward for the benefit of this community. That's why I'm running. That's why my friend Suzy Shkreli is running for office. That's why my friend Robert Njurari is running. And we're running for these offices to accomplish what hasn't been accomplished in a long time in this community, which is representatives from our midst, something that we haven't had in these positions. So I'm asking you to join us, not just myself, join all 3 of us, join yourself, and make sure that this happens. So congratulations, enjoy this evening. It's so good to meet so many familiar faces, and those of you whom I don't know, I hope to be able to meet you, to earn your support, to earn your vote, to earn your trust, and to work together for as long as God has given us on this earth. Thank you so much. Gëzuar festën. Mirëmbrëma, e dashur babë Litonit, të nderuar pjesëmarrës, unë jam Aleksandër Kume, presidenti I Kishës Ortodokse Shqiptare Shenpa Majnë. Është një nder I madh për mua të jem sot këtu në këtë ditë të veçantë Sultan Nevruzit. Në emër të komunitetin ton, ju falenderojmë nga zemra për mikpritjen dhe dashurinë tuaj. Baba Liton është një personalitet I nderuar dhe një klerik I respektuar që gjithmonë ka treguar dashurinë për Shqipërinë dhe ka mbështetur komunitetin ton. Ne, edhe pse nga besim të ndryshme, kemi të njëjtat vlera. Dashurinë për atë dheun, për Zotin dhe për njëri tjetrin. Gëzuar Sultan Nevruzin dhe Zoti ju bekoftë të gjithëve. Pas shumë kohës kemi shqip Shahin. First time take care. Chef, thank you for being here. It's very nice to see you. Isa Shahin është shefi I policisë Dirbanit, është rrjet në një familje shqiptare nga Egjipti. Ka qenë shumë të afërt me familjen e babas Riça Çollit. I'm very happy to see you here. Thank you for being here. God bless you. My signal is not working, so she said she's running late. She's out in Grand Rapids. My name is John Gochi. I grew up in this teche here, 9 years old. First came to America. This was the first dinner we came with the family. Ship? But ship all right, ship. E foli pak trash. Kjo teche u kon vendi I parë se na këtë parë në Amerikë në 79 se jem rrit këtu. Kom rroja të thellë këtë teche. Me baba në Recep
Baba janë dhe këtë shumë korreke me ta. Edhe i lakët e mija jetojshin banesat, në parkin lot që në kënë banesat, besoj se hala e keni. Ky van është i mrekullueshëm, më knaq zemrën me i pa gjithë ju të sonte, edhe me i pa dëftira se si kum pa shumë kohë. Faleminderit juve se jeni ardhur këtu me majtë të qendër gjallë edhe të fortë. Susanna Shkrelio ka kandidat për Secretary of State. We are a very strong community, but we have no voice in Lansing, we have no voice in Washington. So we got to help each other to get a voice in there, because if we need help, oh, ja nisë anglisht atë, falim. Do të minimu një i tjetrit, mos mu ish minimu bile mos ja bloko rrugën. Ma filo shamë këtu. Zoti Bekov, faleminderit Rënjushi se ardhë me në rusonte. Baba Eltian, faleminderit se e ka mon traditat, se duhet, faleminderit për te, dhe të na herët kini mu gjdarë se të këmtirë, dhe ta di për nërë dhe së të harraj. Faleminderit gjithë dhe. Këtu kemi edhe baba Lidon Pashajn, është baba i kësaj të qej që sot është mbushur plotë për plotë. Cili është urimi juaj për besimtarët në këtë ditë të bekuar të Nevruzit? Në ratë parë, dua të falenderoj Alp TV-n për prezencën tuaj këtu dhe për mundësinë që i jepni gjithë komunitetit tonë për të transmetuar eventet që bëhen në këtë tëqe historike. Me rastin e Nevruzit, dua të uroj të gjithë atyre që nuk ishin të pranishëm këtu, por nëpërmjet ekranit tuaj fat, mbarësi dhe lumturinë të familjet e tyre, të kenë bekime dhe mirësi kudo që janë. Dhe të gjithë ata që ishin prezent, dua t'i falenderoj në emrin tim, në emër të bordit të qes, për prezencën e tyre, për suportin që japin këtij institucioni, dhe miru takofshin së shpejti në festat e ardhshme që do të kemi të pranishme këtu. Falenderoj dhe ekipin tuaj dhe të gjithë ata vullnetarë që ishin të gatshëm sot për të shërbyer të gjithë besimtarëve. Urimet edhe nga ana jonë gëzuar Nevruzit. Faleminderit të mira dhe juve. Të dashur televizionistët të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, jemi këtu mes bashkëdhetarëve tanë bektashian. Natyrisht kjo është një fest fetare, por në këtë fest fetare të gjithë shqiptarët janë bashkë. Kemi këtu dhe kandidatin për senator të shtetit të Michiganit, Renis Nushaj. Renis, si ndjesh me shqiptarëve? Me shqiptarëve ndihemi gjithmonë mirë. Shoqëri që kemi sa më shumë aq më mirë. Kjo është ditë e gëzuar për komunitetin bektashian, është gëzuar festën e Sultan Nevruzit. Ishte një kënaqësi të ishim këtu edhe jo vetëm unë si kandidat, por shqiptarë nga kisha ortodokse, nga organizata patra, nga çdo anë e komunitetit tonë, që i kënaqësi. Natyrisht në këtë kënaqësi do të duan të ndajë shpërblen edhe për votime, besoj. Absolutisht. Sa më shumë aq më mirë. Shikoj, neve kemi 3 kandidatë së radhe, që 3 kandidaturat janë shumë të rëndësishme për komunitetin tonë. Kemi nevojë që të kemi përfaqësim qoftë në shtetin e Michiganit për kandidaturën time, ashtu sikurse sekretarinë e shtetit për Suzanën dhe për Roberto Kongres. Votat e shqiptarëve do jenë votat që do bëjnë ndryshimin, diferencën mes fitores dhe humbjes. Secila garë. Detyrimisht për neve është e rëndësishme që të shkojmë të gjejmë shqiptarët tanë kudo që janë, të fitojnë nëse si njohim, që shqiptarët neve normalisht e jemi takuar jemi njohur, nëse nuk i njohim, të njohim, të fitojmë mirëbesimin, të fitojmë mbështetjen, të fitojmë votën. Edhe kjo është vlerësim qoftë për ne si individ, por për veten tonë si komunitet. Prandaj është e rëndësishme. Natyrisht është e rëndësishme që të votojnë edhe për ju, apo jo? Absolutisht, po normal. Prandaj tash në fillim është votimi do shprehi vullnetin ton për të qenë në ato rang politik që do bëj kuptim për komunitetin tonë. Kështu që kur voton për Renisin, po voton për veten tënde, sepse në fundit ky një Renis që ka një farë mënyrë ka përkrahur dhe ka përfaqësuar komunitetin tonë shqiptar gjatë këtyre 16 viteve si avokat që kam bërë unë, do jetë ai që do shërbej komunitetin në këtë rol të ri. Kjo është realiteti janë. Ne urojmë suksese dhe të gjithë besimtarët tu të bëjnë edhe votues tuaj. Faleminderit shumë, kënaqësia janë. Të dashur teleshikues, jemi këtu me zotin Mynir Nazifi, kryetari i Këshillit të Qes. Sot ishte një ditë e bollshme, plot njerëz si asnjëherë tjetër. Faleminderit. Për herë të parë dua ta falenderoj televizorin që na suportoni çdo herë, familjen Villa. Ata që na kanë suportuar të qenë që ditën e parë që e mbajmë tonë. Sot ishte një ditë e mrekullueshme. Sot e festojmë ditëlindjen e të madhit Ali. Imam Aliu ishte një njeri që
nuk mund ta shpjegoj me disa fjalë. Është njëri që ishte me të vërtet i Zoti, i mençëm, edhe çdo herë sillte njerëzinë. Edhe neve na ka thënë as pushteti, as pasuria, po dashuria në mes të njëri tjetrit, ajo është që e bën popullin. E prandaj edhe njëherë dua të uroj të gjithë bektashanëve kudo që janë në botë, gëzuar dita e Sultan Nevruzit. Kjo ditë të ndihmojë, t'u jap çdo të mira. E mos harroni ta përcjellni këtë në brezat e rinj, kudo që janë në botë, që ky ditë të festohet vjet pas vjetve. Edhe njerë faleminderit shumë, edhe çdo të mira. Të dashur teleshikues, kemi këtu edhe kryetarin e degëve të Federatës Vatra, Zontin Mondi. Mondi, gjithmonë ju gjejmë në kremtimet e shqiptarëve, kësa here këtu në Teqen, Vatra gjithmonë e ka ndarë edhe aktivitetet e ndryshme me këtë qendër. Si u gjendët sot në këtë festë bekuar? Faleminderit Rafael, ky është një bashkëpunim ndër vite që Baba Rexhepi ka pas me Fanolin, kryetarin e Vatrës. E fatmirësisht brezat janë ndryshuar, sot kemi Baba Lidonin, ka një marrëdhënie jashtëzakonisht të mirë me zyrtarët e Vatrës. Ne këtu kemi zgjedhur edhe kryetarin e Vatrës, Elmi Berisha, para disa vjetëve. Dua nëpërmjet televizorit tuaj ju falenderoj për punën e mrekullueshme, ju uroj festën besimtarëve bektashan gëzuar Sultan Nevruzin. Tu është një qendër sa besimtare që edhe patriotike, se punë që kjo qendër i ka bën dhe vazhdon me bën janë të panumërume. Nëpërmjet medjave tuaja, edhe në fjalimin tim i bën thirrje gjithë komunitetit shqiptar ti votojmë këto tre kandidat që janë si demokrat ashtu dhe republikan, të votojmë të kemi përfaqësim nga shqiptarët në instancat më të larta në shtetin e Michiganit. Babai është i mrekullueshëm, bën punë të mëdha, unë nganjëherë them si kryegjysh se gjinet sa në Kanada, sa në Australi, sa një vend të hap qendra dhe tu bashku komunitetin bektashan. Le që këtë qendër ka më të fortë, por ashtu bën një qendër jashtëzakonisht fortësishme edhe në Kanada, në Toronto. Edhe po ashtu në Australi ka bën një komunitet mjaft. Domethënë ky baba që po i mund të tre shtete shumë të mëdha dhe shumë të fuqishme, i falenderojmë shëgjyrë Zotit që e kena tri, dhash Zoti shnet i boft sa babari arshiu. Mirë pra, gjithë të mirat, ju falenderit juve dhe Federatës Vatra, e cila së shpejti ka dhe kongresin e saj. Po tjetër, me 25 prill, do t'jemi live, me vota demokratike, fitoft më i miri. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, jam këtu me besimtarin Sali Ibrahimi, ka ardhur nga Wisconsin, me origjinë nga Kosova, i cili ka ardhur për të marrë pjesë në këtë festë të bekuar të Nevruzit. Si e keni kaluar këtë festë? Shumë mirë, ishte kënaqësi e madhe. Njëherë dua të shpreh dëshirën që të gjithë besimtarëve bektashan dhe dashamirëve të rrugës t'u uroj festën e madhe të Sultanit Nevruz. Gëzuar edhe TV Albës për pjesëmarrjen dhe kontributin e saj në teqen e Baba Rexhepit. Kjo festë është një festë madhështore e cila shënon ringjalljen e çdo gjëje. Me festën e Sultan Nevruzit fillon një jetë e re. Edhe ne bektashit e festojmë me ditëlindjen e të madhit Hazreti Aliut, i cili në këtë ditë ka shpërthyer njerëzimi, ringjallet njerëzimi edhe ringjallet çdo gjë që ekziston në natyrë. Gëzuar nga unë dhe nga gjithë komuniteti bektashan i Kërçovës për gjithë besimtarët bektashit anë botës. Faleminderit. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu po ndajemi nga teqeja Baba Rexhepit e mbushur si asnjëherë tjetër në kremtimin e kësaj feste të bekuar të ditës së Sultan Nevruzit. Besimtarët kremtuan këtë ngjarje të veçantë, e vlerësuan atë dhe i përcollën të gjithë bashkëdhetarëve emocionet e kësaj feste të veçantë të besimit të bektashi. Miru takofshim
në emisionet të tjera.